31 kadet dhe 28 praktikant sot dhanë betimin në Akademinë Ushtarake. Ngjarjen nga afër e ndoqi edhe presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova dhe ministri i mbrojtjes Vlado Misajlovski. Për presidenten Siljanovska, uniforma e ushtrisë bashkon dhe mbulon të gjitha ndasit, si ato etnike, po edhe ato sociale. Si oficer të ardhshëm të ushtrisë së Maqedonisë, po edhe të NATO-s, nga ju pritet që të respektoni dhe të praktikoni standarde morale dhe profesionale të larta dhe me rreziqe të larta e të ndryshme, tradicionale, asimetrike dhe hibride në vende dhe mënyra të ndryshme, si fizike dhe cyber. Ndërkaq, për ministrin Misajlovski, të zgjedhësh Akademinë Ushtarake është akt patriotik, është sfidë në vete, po edhe ndere përgjegjësi. Jasna një potrebata. Patrioto motivuar që vendosen të jenë pjesë armatës, ju uroj sepse ju përgjigje thesës që nënkumton nder, përgjegjësi, disiplinë dhe përkushtim në shërbim, rritje sfidave të sigurisë në nivel rajonal në kohën kur paqja dhe stabiliteti janë gjithnjë në rrezik në nivel global. Është e qartë se kemi nevojë për secilin prej jush. E dy nga kadetët që u betuan në uniform treguan sepse kanë zgjedhur Akademinë Ushtarake. Për mua është nder që të jem pjesë e Akademisë Ushtarake, sepse këtu kam mundësinë të mësoj shumë nga profesorët e mi, po mësojmë edhe gatishmërinë dhe praktikën për të qenë të gatshëm dhe të përgatitur për të bërë pjesë e ushtrisë. Pres të mësoj shumë nga profesorët e mi, të jesh kadet në Akademinë Ushtarake nënkupton të mësosh edhe pjesën akademike, por edhe atë ushtarake, të ruaj dhe të mbroj integritetin territorial të vendit, ishte edhe ëndra ime jetësore. Gjenerata që sot u betua është gjenerata e 29 kadetëve që pas përfundimit pritet të bëhet pjesë e ushtrisë.